Shuhet në moshën 72 vjeç aktori i njohur i Nikita dhe Puthja e Dragojit, aktori mirënjohur francez me origjinë turke, Teki Kairo, i cili u shfaq në rreth 80 filma përfshirë The Bear, Ariu, Nikita dhe Puthja e Dragojit me aktorin aziatik Jet Li, ka ndruar jetë në moshën 72 vjeç. Gruaja e tij Valeria dhe fëmijët njoftojnë me trishtim të thellë vdekjen e tij, i cili humbi betejën me kancerin të premten në orën në datën 31 tetor, thuhet në deklaratën e familjes. I lindur në Stamboll në vitin 1953, ai u bë i famshëm në fund të viteve 1980 fal rolit të tij kryesor në filmin Ariu, ku luante rolin e një gjuetari arrinj të penduar. Një tjetër sukses i madh pasoi në vitin 1990, kur ai luajti rolin e një agenti të shërbimit sekret që rekrutoi Nikitën dhe stërviti atë për të bërë një vrasëse profesioniste në filmin e Luc Besson, i cili shpërtheu kinemat botërore dhe u bë trend për të apasionuarit pas spionazhit, por edhe hit muzikor. Kajo kishte bashkëpunuar gjithashtu edhe për filmin Amélie në vitin 2001 me Jean-Pierre Jeunet, me brazilianin Walter Salles, Terra Estrangjera në vitin 1995 dhe amerikanin Ridley Scott, Christopher Colombo në vitin 1992, një tjetër cast i suksesshëm ky.